U rikthyer sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me të ftuarit tanë special që gjithmonë i kemi në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Kësaj radhe do flasim pikërisht për sportin në vendin tonë dhe kush më mirë dhe kush tjetër që mund të fletë për këtë fushë. Kemi zëvendës ministrën e sportit, zonjën Safie Sadiki Shahini. Mirë se erdhët e nderuar në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi që të jam në emisionin tuaj të mëngjesit. Së pari ju vini nga fusha e informatikës, madje jeni mund të themi magjistër e shkencave kompjuterike nga ky titull akademik, shpresoj dhe që nuk ka avancuar ndërkohë. Keni provuar edhe karikën e një deputetes. Tani papritur ju jeni emëruar edhe zëvendës ministre e sportit. Mund të na thoni se çka ka lidhje me sportin në kuptimin e krijimit të politikave më të mira, të themi, apo mbështetjen që sportit i duhet dhënë, por lidhja që ka sporti me informatikën? Tash është e vërtet, jam informatikone, jam magjistër e shkencave të informatikës. Gjithashtu jam edhe në studimet të doktoraturës në Universitetin e Evropës Juglindore. Jam në Universitetin e Nën Terezës si asistente, mirë po tash e kam pushuar vendin e punës për shkak funksionit tim si zëvendës ministre e sportit. Gjithashtu kam punuar edhe në Universitetin e Tetovës për 6 vite si asistente part-time. Mirë po sa i përket studimeve të doktoraturës, kam bet pak mbrapa, për arsye se për shkak angazhimit tim politik, më merr pak kohë dhe më zgjatet koha për doktoratin. Mirë po, unë mendoj se dhe këtë sfidë do ta kryej. Shpresojmë se jo në të ardhmen. Për arsye se më merr kohë në krahasim me kohën që do të ma kisha marrë, po që se nuk isha marrë me politikë. Po, e vërtet, isha deputete në mandatin e kaluar, do të thonë ishte mandati plot, prej vitit 2020 deri në vitin 2024, në fund të vitit në fund të mandatit u emërova edhe si koordinatore e grupit parlamentar të opozitës së asaj kohe. Tash, nëse flasim për pozicionin tim si zëvendës ministre e sportit, ashtu si e cekët ju thatë se ka qenë një funksion i papritur. Unë do doja që ta elaboroj këtë për arsye se nuk ka qenë funksion i papritur, për arsye se unë vim nga një parti alternativa, e koalicionit Vlen, jemi një parti me struktura, departamente, kemi kuvend, kemi kryesi të ngushtë, kemi kryesi të gjerë, kemi kuvendin, dhe secili individ, secili antar i partisë alternativa, nëse përcaktohet që të jetë në një pozicion, sigurisht se vlerësohet dhe monitorohet puna e tij gjatë viteve të kaluara. Mua sigurisht më është vlerësuar puna ime si deputete, performanca ime në parlament, gjithashtu më është vlerësuar edhe afërsia ime ndaj votuesit, kryerja e shërbimeve dhe obligimeve ndaj votuesit, sigurisht se edhe pastërtia ime në aspektin korruptiv, kështu që këto gjitha janë shkaktar që sot unë jam edhe zëvendës ministre e sportit. Do të thonë nuk ka as diçka e papritur, por është diçka që është vlerësuar paraprakisht dhe ka ardhur deri te vendimi që unë sot të jem në këtë funksion. Ndërsa sa i përket lidhjes, atë që thatë dhe ju mes unë si informatikone në Ministrinë e Sportit. Po, tash unë edhe këtë do doja që ta elaboroj në disa pika, nëse është fjala se tash unë si informatikone çka kam të bëj me Ministrinë e Sportit. Tash kjo mund të diskutohet në rrjetet sociale, mund të diskutohet edhe nga ju, por edhe përgjithsisht nga një pjesë e elektoratit. Mirë po, do doja ta sqaroj Ministrinë së pari. Ministria është një institucion menaxherial politik. Do të thonë, ministri i cili udhëheqet institucion duhet para së gjithash të ketë aftësi edukative, arsimore, po edhe aftësi menaxheriale. Do të thonë se na si Ministri e Sportit kemi të bëjmë me buxhet, kemi të bëjmë me ndarjen e buxhetit për investime kapitale, kemi të bëjmë me ndarjen e buxhetit për subvencionimin e klubeve sportive, federatave, sportistëve individual, që do të thotë se kemi të bëjmë me menaxhim të buxhetit.
Pikërisht. Kështu që edhe funksioni im si zëvendës ministre është në menaxhimin e projekteve të ndryshme, në ndërtimin e sallave sportive, fushave sportive, rikonstruimin dhe sanimin e të njëjtave. Kështu që nuk është kurrë problemi unë si informatikane të jem në funksionin e zëvendës ministrës. Unë do doja që ti jap edhe disa sqarime sa i përket pozicionit tim dhe pozicionit të një informatikani apo me ndonjë profesion tjetër që e ushtron detyrën e zëvendës ministrit qoftë edhe ministret. Kemi edhe precedente tjera në qeveritë ballkanike, po edhe botërore. Tash ju sigurt jeni të njoftuar se edhe në Maqedoni kryeministri është inxhinier elektronik. Në Kosovë gjithashtu, ndërsa në Shqipëri kemi kryeministrin piktor. E tash sigurisht se dhe ati diskutohet në për rrjete sociale, që ka lidhje një piktor që tjetë kryeministër, ana sot e shohim se zotri Edi Rama është në mandatin e 4 si kryeministër. As pak, mund na thoni se ku ndjeni ju vetvetja, si deputete, si inxhiniere informatikës, apo thjesht tani në këtë pozicion si zëvendës ministre e sportit, ku mund të themi si njeriu i dytë përgjegjës për avancimin e sportit në vendin tonë? Po, tash është të trija pozicionet unë ndjem vetvetja. Ka një rol të veçantë se cila në vetë. Se cilën punë që e marë, se cilën detyrë që e marë, e bëjmë për kushtim. Ajo është më kryesorja më e rëndësishme. Kam vullnet dhe për kushtim. Do me thonë, deri sot se e mbaj mend vetën, unë se cilën punë e kam kryer me shumë seriozitet, me përgjegjësi dhe për kushtim. Dhe kjo është më e rëndësishme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tash nëse doja të zgjedhja njërin nga këto trija, unë më mirë t'ja leja në dorë juve dhe qytetarëve ta vlerësojnë punën time. Se ku donë ta shohin në të ardhmen zonjat. Nëse doja të shtoja diçka tjetër, unë edhe në jetën private jam grua e mirë, jam motër, jam hall, jam teze. Në çdo aspekt jam e mirë, për arsye se jam e vetvetja. Vetvetja. Në një tjetër sistem sporti jep rëndësi të veçantë, mund të themi që në shkollat fillore, duke pasur parasysh tani më se teknologjia tani më ka avancuar dhe mund të themi që shumica e të rinjeve janë atë pjesën e teknologjisë. Teknologjia mund të themi lirshëm se e ka bërë të vetën. Mund të na thoni si mund ta shfrytëzoni këtë për t'i kanalizuar të themi fëmijët drejt sportit, në këtë drejtim, për të ndihmuar nga qasjet e reja e të informatikës? Është e vërtet, realisht ne kemi edhe Federatën e Sportit Shkollor, ku kjo federat ju jep hapësirë arsimtarëve të edukatës fizike në shkollat fillore dhe të mesme, që të krijojnë ekipe dhe me ato ekipe të garojnë për gara qofshin ato komunale, republikane, po edhe evropiane. Ju e mbani mend se tash ne e patëm edhe përzgjedhjen e sportistit më të mirë të vitit, ku po në atë event u zgjodhen edhe shkollat fillore, një shkollë fillore dhe një shkollë mesme si shkollat më të mira që kanë arritur rezultate konkrete në gara sportive. Sa i përket informatikës lidhje me shkollat, me lidhje me nxënësit, tash ekzistojnë edhe aplikacione ndryshme të cilat e mund ta masin performancën e secilit sportist të ri, të vegjël, për të parë se nëse ai do të jetë i gatshëm që të jetë i pranishëm në gara sportive dhe të vazhdojë aktivitetet sportive në të ardhmen. Në të ardhmen. Mund të na thoni se Agjencia e Mëparshme për Rini dhe Sport tani më është kthyer, është avancuar të themi në ministri. Çfarë benefitesh ofron ky ndryshim për sportin të themi në vendin tonë? Tash e dim se institucioni më parshëm ishte Agjencioni për Rini dhe Sport, e pastaj kaloi në ministri. Ndoshta në shikim të parë duket se funksionimi është i njëjtë, mirë po dallimi është shumë i madh, për arsye se ne tash si ministri, politikat dhe vendimet i zhvillojmë në një nivel shumë më të lartë. Domethënë i zhvillojmë në qeveri. Dhe kjo është një ndryshim jashtëzakonisht i madh nga institucioni i mëparshëm Agjencioni për Rini dhe Sport. E kemi mundësinë që të realizojmë projekte, të realizojmë mbështetje sportiste në nivel shumë më të lartë.
Për këtë arsye dallimi është i madh dhe besoj se me ministrinë vazhdimi për mbështetjen e sportistëve do të jetë shumë më i madh, edhe sportistët do të ndjehen do ta kenë një vend, një shtëpi ku mund të orientohen për t'i tregu edhe për t'i tregu kërkesat e tyre, nevojat e tyre edhe me ministrin, po edhe me zëvendës ministrin. Zonja Shahini, mund të na thoni se Agjencia për Rini dhe Sport ko më parë mund të themi që është përballur me akuza për jo transparencë, për mos ndarjen e buxhetit, të themi jo të barabartë, projekte të lënë të përgjysëm, mund të themi lirshëm. Si i qaseni ju kësaj problematike për të sjellë ndryshimin tani nga agencioni që është kthyer në një ministri? Po e vërtet, realisht ne kur filluam, institucioni nuk e gjendëm në një gjendje të mirë. Ministria e Sportit trashëgoi shumë probleme nga Agjencioni për Rini dhe Sport. Agjencioni për Rini dhe Sport kishte padi për korrupsion, shpërndarja e mjeteve është bërë në mënyrë jo transparente, kishte projekte të lëna përgjysëm, projekte të cilët as pak nuk ishin filluar, por gjithashtu kishte projekte të cilët ishin lënë në zyrtarët e agjencionit dhe nuk ishin prekur as pak. Kanë mejtë në zyrtare aty. Është e vërtet, pastaj kishte edhe klube fiktive të cilët kanë marrë mjete pa kryer asnjë aktivitet sportiv. Që kjo është një gjë që përkeqardhje, për arsye se në atë mënyrë nuk mund të funksionojë sporti dhe nuk mund të vinë në nivelin që duhet të jetë. Unë, si zëvendës ministre e sportit prej fillimit, kam pas takime me klube sportive, kam pas në ato momente ku kam pas mundësi që t'i pranoj në ministri, i kam pranuar dhe kemi realizuar takime, por gjithashtu kam pas takime dhe jashtë ministries, kam dalë në teren, i kam vizitu në sallat sportive, në fushat sportive ku i kryen aktivitetet tyre sportive, që vetëm t'i shoh prej sa afërmi se çfarë kushte përballen sportistët tanë dhe çfarë kanë nevojë më së shumti sportistët tanë. Si mendoni të ndryshoni qasjen në përkrahjen e klubeve me tekst të veçantë sigurisht të klubeve të themi shqiptare dhe sportistët shqiptar? Unë do doja në këtë rast që ta bëj një krahasim. Domethënë sa ishte Agjencioni për Rini dhe Sport, si institucion, ndarja e mjeteve është bërë në mënyrë jo transparente. Ju keni parasysh se në të kaluarën janë ndarë vaucher. Ndarja vaucherëve nuk ka qenë një praktike mirë, ka qenë një praktikë jo transparente, ku ka lënë hapësirë për manipulim dhe keqpërdorim të mjeteve. Mirë, po tash ne si Ministri e Sportit ndajmë subvencione. Subvencione dallojnë shumë nga vaucherët. Ndarja bëhet në mënyrë transparente, në mënyrë të drejtë, korrekte, dhe subvencione shkojnë drejt për drejt në llogaritë e klubeve sportive dhe federatave. Kjo është një përparësi e madhe për arsye se nuk le hapësirë për keqpërdorimin e mjeteve. Dhe kjo është, mund të themi, një plus që sado pak ndoshta tani më kanë edhe sportistët edhe klubët të kanë një mundësi më të mirë për të ato që janë aktive, flasim. Ashtu vërtet, më thëmë bëhet fjalë vetëm për klubet aktive, klubet cilët kanë rezultate konkrete dhe klubet cilët janë pjesëmarrës në gara sportive, qofshin ato republikane, qofshin ballkanike, europiane dhe ndërkombëtare. Zonja Shahini, mund të na thoni se sa mjete keni ndarë për sportin për vitin 2026? Tash dallimi nuk ka ndonjë dallim madh prej vitit 2025, sa i përket buxhetit. Ne në vitin 2025 me të vërtet patëm sukses sa i përket ndarjes së mjeteve. Kishim ndarjet mjeteve për subvencione, kishim ndarjet mjeteve për bursa për të rinj, po ashtu kishim ndarjet buxhetit për investime kapitale. Për vitin 2026 është parapar pra buxhetit të ndahet në disa pjesë. Kemi ndarjen për subvencione, që përfshin një shumë prej 328 milion denar. Kemi ndarjen për federata, që përfshin një shumë prej 31 milion denar. Pastaj kemi ndarjen për sportistë me nevojat veçanta, që përfshin një shumë prej 3 milion denar, ndërsa për investime kapitale përfshin një shumë prej 312 milion denarve. Do të thonë gjitha këto janë për normal për mbështetjen e klubeve sportive, por gjithashtu sportistëve dhe sportistëve individual
por edhe për përmirësimin e kushteve për sportistët tanë që të kenë hapësira ku mund të realizojnë aktivitetet tyre sportive. Mund të na thoni se si ndani mjetet dhe cilët janë kriteret të themi bazë të cilat i ndani parat për klubet apo dhe për sportet individuale? Mundet të ishe? Jo, nuk është problem. Do me thënë, ekzistojnë kriteret qarta dhe ato janë të parashikuara me ligj. Tash klubet sportive, federatat, po dhe sportistët individual, sigurisht se duhet të respektojnë ato kritere dhe të zbatojnë ato kritere. Kriteret më të rëndësishme që parashikohen për krejt sportistët janë që të kenë rezultate konkrete edhe të jenë klube aktive cilët marrin pjesë në gara sportive. Unë e përmenda se ka pas në kaluar edhe klube fiktive, do të thonë klube cilat kanë marrë mjete pas një aktivitet sportiv. Tash kriteri qartë është se duhet patjetër të kenë rezultate konkrete. Për të pas rezultate konkrete duhet të jenë pjesëmarrës në gara. Rezultate vetëm në atë mënyrë arrijen. Nëse klubet sportive i respektojnë këto kritere dhe i zbatojnë, do të marrin subvencione nga Ministria e Sportit, do të thonë do të marrin mbështetje financiare. Ajo që është shumë e rëndësishme të theksohet është se klubet sportive, federatat, po dhe krejt sportistët cilët marrin mjete nga Ministria e Sportit, duhet patjetër që të dorëzojnë raport vjetor, ku do të tregojnë se në çfarë mënyre si kanë shfrytzuar mjetet. Po dhe raporti ka kritere të caktuara. Tash nuk do të thotë se klubet sportive të dorëzojnë një raport me 2 fletë se si kanë shfrytzuar mjetet. Duhet patjetër që raporti të jetë i detajuar, me llogari fiskale se ku dhe çka kanë paguar, qofshin për ato për shërbime administrative apo për udhëtime jashtë shtetit me klubin, për gara sportive, gjithçka duhet të dorëzohet. Se në momentin që një klub nuk respekton këtë dhe nuk e dorëzon një raport të tillë, atëherë ka shumë vështirë që të vazhdoje me mbështetje financiare. Me mbështetje. Si siguroni tani të mos ndodhin ato që kanë ndodhur, siç e cekët edhe ju më herët e potencuat për klubet fiktive të cilët nuk kanë qenë aktiv fare, thjesht kanë marrë të themi më herët vaucher dhe janë keq përdorur me një çfarë mënyre. Çfarë mënyrash kontrolli keni vendosur për të na siguruar se parat u ndahen klubeve, duke pasur parasysh të duhura dhe fondet publike nuk po keq përdoren? A mund të themi që i cekët ju këto janë një ndër arsyet? Këto ishin kriteret. Unë sapo i ceka kriteret, do të thonë klubi me patjetër duhet të jetë aktiv. Duhet të ketë rezultate konkrete. Momentin që ne nuk i kemi këto të bëna, atëherë kuptohet se klubi është fiktiv. Klubi nuk ka pjesëmarrës në gara. Klubi duhet të jetë aktiv, duhet të jetë i regjistruar në regjistrin qendror, edhe duhet neve të na dërgojnë rezultatet cilët i ka arrit ai klub në garat në cilët ka marrë pjesë. Të kthehemi pak të flasim parë për klubin e futbollit Shkupi që përballet mund të themi me vështirësi serioze financiare që rrezikojnë mund të themi ekzistencën e këtij klubi. Duke pasur parasysh se edhe më herët klubet e tjera të futbollit janë përballur të themi me probleme tjera financiare të ndajshme, por dhe janë ndihmuar nga institucionet. A është diskutuar realisht ndonjë formë mbështetje apo thjesht po pritet që ky klub të mbyllet? Tash klubi i Shkupit po dhe klubet tjera të futbollit kanë qenë të mbështetura edhe nga institucionet e mëparshme, po dhe nga Ministria e Sportit dhe qeveria e tanishme. Problemet me cilët ballafaqohet klubi i Shkupit janë probleme të brendshme brenda klubit. Ne si Ministri e Sportit nuk kemi asnjë faj për problematikat që i ndodhin tash klubit Shkupit. Ne thash edhe më herët se ne i mbështesim klubet sportive që kanë rezultate konkrete dhe që janë pjesëmarrës në gara. Mua me të vërtet më vjen keq për gjendjen në cilën është klubi i Shkupit dhe shpresoj që sa më parë të zgjidhet problemi që është brenda klubit dhe të vazhdojmë me aktivitetet e tyre sportive si shmarrët. Keni pasur takime me to? Kam pasur edhe unë takime për atë arsye, e di pak problematikën e klubit Shkupit. Unë shpresoj se sa më shpejt të zgjidhim problemet që i kanë brenda klubit. Ne si Ministri e Sportit mbështesim krejt klube sportive që kanë rezultate dhe që janë aktive dhe që marrin pjesë në përgara sportive.
Mund të na thuani se pse institucionet reagojnë gjithmonë të themi me vonesa dhe pse nuk është miratuar ligji për sponsorizimin e sportit, i cili mund të themi që do t'i hapë rrugët bizneseve vendore të mbështesin klubet e caktuar të cilat ata dëshirojnë. Pse lejohet që investitorët të huaj të hyjnë, të keq menaxhojnë dhe të fundosin mund të themi lirshëm edhe klubet, ndërsa bizneset vendase pengohen mund të themi nga ligji jo funksional. A është kjo mund të themi paftësi e institucionale apo është një mungesë e vullnetit politik? Unë e thash, ne si ministri, kur kemi filluam prej zero. Mund të themi që kemi filluar prej -2, për arsye se trashëguam shumë probleme nga Agencioni për Rinjë dhe Sport. Tash, si ministri, fokusi jonë kryesor ka qenë që mbështesim klubet sportive dhe të fokusohemi shumë në infrastrukturën sportive. Ndërsa sa i përket ligjit për sponsorizim, po dhe investitorëve të huaj. Ardhja e investitorëve të huaj në Maqedoni për të bërë marrëveshje me ndonjë klub është diçka, edhe kjo është problem i klubit. Marrëveshja bëhet me klubin. Ne si ministri nuk përzihemi në marrëveshje që i bën klubet me investitorë të huaj. Ndërsa sa i përket ligjit për sponsorizim, ne jemi fokusu, diskutojmë që të kemi një ligj të ri për sportin, cilin do të realizojmë së shpejti. Po edhe ligji për sponsorizim është diskutu. Në thonë do të ketë ndryshim. Çfarë do lloj ndryshimi, sa i përket ligjeve, këtyre ligjeve, ju do të jeni të informuar në kohë. Besoj se një të ardhmë të afër do të ketë ndonjë lajm më të mirë sa i përket ligjit për sportit, po dhe për ligjit për sponsorizim. Do vazhdoni me ndërtimin e sallave dhe terreneve sportive, sepse në fushat ju që pam gëzuat disa të rinë në komunat të caktuara në terrene të reja. Sa mjete janë parapar për këtë qëllim, sërisht duke dashur të dhënë theksit pikërisht tek komunat ku dominojnë shqiptarët, në komunat shqiptare? Është e vërtet, tash ne si Ministria e Sportit, zakonisht kur fillojmë, jo vetëm Ministria e Sportit, por krejt ministritë e kanë plan programin e tyre 4 vjeçar. Dhe ne si Ministria e Sportit sigurisht se kemi plan programin tonë 4 vjeçar, dhe fokusi jonë është në mbështetjen e klubeve sportive, po ashtu dhe në investime kapitale. Gjitha projektet që janë realizu në vitin 2025, kanë qenë të parashikuara paraprakisht dhe pastaj kanë filluar realizimin dhe kanë përfunduar. Ne kemi realizuar shumë projekte, më thënë para fushatës janë realizuar shumë projekte, kemi realizuar 5 projekte vetëm në Tetov, pastaj janë realizuar projekte në qytete tjera me shumicë shqiptare, janë realizuar projekte në Kërçov, në Dibër, Saraj, në Kumanov, është realizuar projekte dhe në komunën e Likovës. Domethënë ne prapë do të vazhdojmë me të njëjtin intensitet, edhe vitin 2026 do të realizojmë shumë projekte. Unë besoj se do të fillojmë spari me Gosivarin, pastaj me Kumanovën, edhe në qytete tjera të cilët besoj se ka nevojë për ndërtimin e fushave të reja, rikonstruimin dhe sanimin e fushave ekzistuese. Ne do të vazhdojmë, do të vizitojmë secilën komunë, do të inspektojmë terrenet ekzistuese dhe do të shohim se a ka nevojë për rikonstruim dhe ato terrene do të futen në projekte dhe do të realizohen nga Ministria e Sportit. Nga Ministria e Sportit. Dua të prek pak edhe një temë ndryshe, pak që në fakt e kemi të pranishëm gjithmonë urrëtitjen ndëretnike që bëhet nga terrenet sportive. Çfarë masash po ndërmerren ose a keni ndonjë projekt të veçantë të themi pikërisht për këtë problematik për të kontribuar të themi që të rritë etnive të ndryshme të njihen të themi me njëri tjetrin, të mos të vinë deri tek ato zakonisht ajo urrëtia që shfaqet pikërisht në terrenet sportive, të mos kthehet në arenë fryrjesh dhe sharjesh, të themi këto terrenet pikërisht ku të rinjët janë adhurues të sportit, i kemi gjithmonë aty. Po tash e vërtet, viti 2025 na shoqëroi me raste të tilla që me të vërtet ishin shqetësuese. Jo vetëm për sportistët dhe dashamirët e sportit, po ishin shqetësuese për krejt qytetarët. Ajo që është më shqetësuese, se edhe në të kaluarën ka pas kështu raste, mirë po institucionet kanë heshtur, dhe të raste janë heshtur dhe
keq më vjen, mirë po nuk janë ndërmarrë hapa për parandalimin ose ndalimin e kësaj ndasie që bëhet përmes gjuhës urrëties. Ju sigurt e mbani mend në fund të vitit 2024 ishte rasti i lojës së basketbollit në mes klubit basketbollit Kumanov dhe Çajër 2030, ku në tribuna unë dëgjuan thirrje raciste anti-shqiptare, pastaj ajo që ka ishte më shqetësuese, shkruarja disa grafiteve në autobusin me të cilin udhëtonte klubi basketbollit Çajër. Unë si zëvendës ministre e sportit atëherë reagova publikisht dhe pas apelit tim publik, institucionet kompetente reaguan menjëherë. Dhe qysh të nesërmen u arrestua një person, por edhe u dënua klubi me 32.000 denar dhe me 2 loja pa publik vendas. Pastaj ishte edhe rasti i njëjtë i një loje basketbolli prapë në Kumanov, ku prapë në tribuna u dëgjuan thirrje raciste anti-shqiptare. Po dhe në këtë rast institucionet kompetente reaguan menjëherë dhe u arrestua prapë një tifoz, njëri i cili ka nxitur edhe të tjerët për të bërë thirrje raciste anti-shqiptare. Kishim me rastin e lojës futbollit në Prilep, ku ishte loja ndërmjet klubit Shkëndia Haraqin dhe klubit të futbollit Prilep. Edhe aty ishte shumë shqetësuese, u bën thirrje raciste anti-shqiptare, gjithashtu u dëmtua dhe zhveshtorja në cilin ishin sportistët e klubit Shkëndia. Po edhe në këtë rast, qysh të nesërmën, institucionet kompetente reaguan dhe personi në fjalë, i cili dëmtoi edhe zhveshtoren e futbollistëve, u arrestua. Kështu që këto janë disa dëshmi se institucionet kompetente po reagojnë se qasja institucionale ka ndryshuar dhe unë shpresoj se do të vazhdojmë njëjtën, vetëm shpresoj se nuk do të ketë më kështu thirrje raciste, që mos vim në atë pozitë që të shqetësohemi të gjithë dhe të vim tek më e keqja, mos të ndodhë. Të kthehemi prap tek profesioni juaj, mund të themi, informatikës. Sa ndihmon teknologjia që sportistët të stërviten më mirë? Tash është e vërtetë. Informatika mund të ndikojë shumë në përmirësimin e sportit. Jo vetëm sportit, por edhe në gjitha fushat tjera, tash prezenca e informatikës është kudo dhe ndikon për të mirë për lehtësimin e punës. Tash kur bëhet fjalë për sportin, ndihmon në lehtësimin e punës së punëtorëve sportiv. Unë do të dhe që ti cek me disa raste se ku përdoret informatika, ku përdoren aplikacionet e informatikës. Kemi në futboll aplikacionin që quhet Goal Line Technology, i cili aplikacion përdoret që me precizitet të tregoj se topi është jashtë vijës gollit apo jo. E nëse është jashtë vijës gollit, atëherë në mënyrë automatike shkon një vibrim te ora smart e referit. Pastaj kemi edhe një tjetër që është VAR video assistance, që tregon se nëse topi është offside ose jo. Atëherë referet janë të furnizuar me dëgjues, janë të furnizuar me mjete teknologjike dhe komunikimin e kanë shumë të lehtë njëri me tjetrin. Pastaj edhe kemi në tenis që quhet Eagle Eye, që tregon nëse topi është in apo out. Do më thonë gjitha këto falë teknologjisi kemi. Dhe në fund të zonja Çajini një këshill për sportistët, sidomos për të rinjët të cilët ëndërrojnë të themi, të jenë ata që nesër mund të them që mund të na bëjnë krenar, siç kemi shumë sportistë nga vendi ynë që luajnë në fusha të ndryshme të sportit dhe ne ndjehemi krenar për ata. Cila do të ishte këshilla juaj? Unë do doja një këshill të shkurtër për të rinjt, të cilët kanë vullnet, kanë dëshirë, kanë pasion me u marrë me sport,
të vazhdojnë le të mirën me sport. Se besoj se tash e tutje me Ministrinë e Sportit, po edhe me neve punëtorët e sportit, do të arrijnë rezultate shumë të mira, do të kenë mundësi që të marrin pjesë në gara, qofshin ato republikane, ballkanike dhe ndërkombëtare, dhe sigurisht se do të arrijnë deri në atë momentin ashtu si u zgjedhë sportisti i vitit. Shpresojmë se dhe ato të arrijnë që t'ulen aty dhe të zgjidhen si sportist të vitit. Ju faleminderit edhe një herë që i dha gjitha këto informacionet pikërisht nga Ministria e Sportit, ku ju jeni njeriu i dytë në atë ministri dhe ndatë shumë informacione për sportistët, por edhe për klubet sportive që ekzistojnë në vendin tonë. Shumë faleminderit edhe nga ju.